Në ngjarjen ku flitej për turizmin në Kosovë, kryeministri Albin Kurti dukej shumë në humor të mirë. Por kur përfundoi ngjarja, edhe disponimi i ndroi, sidomos përballë pyetjes që po i bëhet vazhdimisht, cilës ju përgjigj shkurt. Kryeministri, do takoni me Abdixhikun këtë javë? Jemi në komunikim me kryetarët e partive opozitare, kur ka rezultate, atëherë Shumë më gjatë se Kurti për këtë çështje foli Glau Konjufca, i cili u shpreh gatshëm të heqë dorë nga kandidatura e tij në mënyrë që të arrihet një marrëveshje politike. Në momentin që opozita e çet një kandidat të përbashkët, unë menjëherë do ta bëja këtë punë. Por një marrëveshje me PDK-n aktualisht sipas Konjufcës është e vështirë. Partia Demokratike duhet të zbuloj emrat para marrëveshjes dhe pastaj të shohim se apo mund të kemi konsensus për ndonjërin për emrave të tyre. E joni ta nënshkruajmë një marrëveshje në parim, e cila pastaj na dëmton shumë nëse dalim për asaj marrëveshje. Ndërsa sipas deputetit përparim Gruda, PDK nuk mund të nxjerrë emrat pa e pranuar ftesën zyrtare. Ka shumë personalitete që do të mund ta ushtronin këtë detyrë në mënyrën më dinjitoze dhe më profesionale të mundur. Po sot ne nuk kemi një emër specifik sepse nuk kemi një marrëveshje politike. Kështu, me afatin që po kalon, Gruda vlerëson që përgjegjësinë ka vetëvendosje. Nuk është në dorën tonë që ta përdorim këtë kohë. Ky afat shtesë i dhom nga gjykata kushtetuese në rend të parë është për lëvizjen e vendosjes, është partia më e madhe. Pa ata nuk zgjidhet presidenti, ata e kanë dorë këtë proces. Por nëse afati s'ka dhënë pa gjetur zgjidhja, sipas Konjufcës, përgjegjësinë ka opozita. Shkojmë zgjedhje të reja, nëse kjo është vullneti i opozitës, nuk kemi çka të bëjmë. Derisa partitë ja hedhin përgjegjësinë njëra tjetrës, afat për gjetjen e një zgjidhjeje kanë mbetur veç 13 ditë.